Shqipëria është ndruar në një ofertë turistike të turizmit gjithvjetor me atraksione të gjitha llojeve nga kultura, arti, historia apo kulinaria. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka bërë të ditur në një postim në rrjetet sociale se nga janari në shtator 2025 Shqipëria ka mirëpritur 10.228.686 vizitor, duke shënuar një rritje prej 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ky trend pozitiv dëshmon për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe për angazhimin e përbashkët në promovimin e Shqipërisë si një destinacion mikpritës dhe gjithnjë më tërheqës, thekson Gonxha. Nga Alpet te vija e gjatë bregdetare, Shqipëria ofron një paketë të plot turistike për çdo tipologji turistësh, ndërsa çdo vit po zgjerohet, po ashtu edhe harta e vendeve nga ata vijnë. Turistët kanë zgjedhur Shqipërinë jo vetëm për plazhet e bukur dhe klimën e favorshme, por edhe për zonat malore me peizazhe natyrore mbreslënse, qytetet e lashta me vlerë historike dhe kulturore, si dhe mikpritjen dhe kuzhinën tradicionale. Sot turizmi është kthyer në aktivitet gjithvjetor, jo vetëm që po gjeneron të ardhura të konsiderueshme për ekonominë, por gjithashtu po promovon Shqipërinë si një destinacion të qëndrueshëm dhe gjithvjetor.